Nga shtëpia te koshi më i afërt i mbetjeve. Kjo është shpreha që do t'i shkonte përshtat fenomenit të hedhjes së objekteve të tala nga funksioni. Asnjë përgjegjësi për rastet, asnjë masë e marrë për shkelësit e ligjit, asnjë reagim institucional dhe shoqëror. Gjithfarë mbetjesh që nga ato urbane dhe deri të ngurta janë deri në tokë. Kontenjerët e mbetjeve dukshëm mbushen më shpejt dhe këtë e tregojnë pamjet që ato kanë që në orët e para të ditës, çfarë tregon nevojën për një ndryshim të programimit të pastrimit. Në këto kushte, pamja që shfaqet është se mbetjet qende rrugëve dhe menaxhimi i tyre po dështon. E ndërsa jemi zyrtarisht në stinën e verës, qyteti nuk ka as pak një pamje ripërcëritse, por të zymt. Zvendësimi i mobiljeve bën që të vjetra të përfundojnë në rrugë, si në këtë rast. Asnjë mas nuk merret për shkelësit e ligjit, ndërkohë që asgjë nuk bëhet as për ndërgjegjësimin e qytetarëve, ndërsa dukshëm projekti për ndarjen e mbetjeve në burim ishte një shkënjim. Pamjet e marra në disa nga lagjet e qytetit tregojnë se sa larg standardeve jemi në këtë çështje.